Duket që mbase ato aktivitetet e zonjës Osmani në nivelin ndërkombëtar, jo vetëm gjatë muajit janar, mirë po edhe gjatë pjesës më të madhe të vitit kaluar, mbase edhe kanë vendosur në një hije një farforme mbase zotin Kurti, dhe duke që zonja Osmani ishte ftyra e vendit në nivelin ndërkombëtar. Po ashtu ishte pjesëmarrja e saj në atë mbledhjen e Bordit të Paqes, së pari në Evropë, pastaj edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që mbase këtu ishte ajo ndarja e fundit kur i ndan rrugët, nëse mund ta quaj ashtu, zoti Kurti me zonjën Osmani, edhe pse unë mendoj që gjatë 5 vjeçarit të presidencës së zonjës Osmani ka qenë një tandem mjaft i mirë zoti Kurti dhe zonja Osmani, pasi që i ndanin punët mjaft mirë dhe mbase e plotësonin njëri tjetrin mirë. Kështu që edhe unë, mirë po mendoj edhe publiku i gjerë, mbase ka pritur që do të jetë një vazhdimsi e këtij tandemi. Mirë po ja që nuk ndodhi dhe ndodhi kjo ndarje.